Një lugë vaj ulliri në ditë kundër kollës dhe problemeve të ftohjes. Hipokrati, i njohur si baba i mjekësisë, e përshkruante vajin e ullirit si lëngun më të mirë terapeutik për shëndetin e njeriut. Ai rekomandonte atë për shumë trajtime dhe sëmundje që preknin në rrugët e frymëmarrjes. Një prej këtyre problemeve është kolla, e cila është e mundimshme për rrugët e frymëmarrjes dhe për të gjithë organizmin. Vaji i ullirit zbut frekuencën e kollitjes dhe lubrifikon fytyn dhe pakson nevojën urgjente për të kollitur. Vaji i ullirit përbëhet nga shumë antioksidantë, të cilët kanë aftësinë të shkatrojnë radikalet e lira dhe të forcojnë imunitetin. Nëse vuani nga kolla, ekspertët rekomandojnë pirjen e një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë. Të vegjëlit mund të konsumojnë një lugë çaji me vaj ulliri të ëmbëlsuar me pak sheqer. Vaji i ullirit ju ndihmon të përgatitni edhe shurupin më të lehtë për të lehtësuar kollën dhe inflamacionet e fytit. Për këtë shurup duhet të ngrohni gjysmë gote uji me vaj ulliri në një tenxhere dhe më pas të shtoni çerek gote uji me lëng limoni dhe çerek gote uji me mjalë.